Mirëmëngjes për ty Albin dhe gjithë shikuesit të televizionit Kanal 10. Siç e the edhe vetë jemi në godancë të epërm të komunës së Shtimës, ku trafiku i cili është prapa meje po hapet pas erërave të forta dhe sipas banorëve po është në rrezik pasi që kanë edhe fëmijë dhe rrezikshmëria e cila vjen ndaj kësaj trafiki është tejet e lartë. Por më shumë rreth këtij problemi se sa shpesh ndodh dhe a ka intervenuar diçka tjetër, do të na flet vetë banori Qazim Hyseni. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. A na tregon fillimisht se që sa kohë po hapet kështu trafa dhe a ka bë diçka tjetër? Shpesh herë u hop. Edhe çfarë që kanë ardhur kanë lidhur me militer se 4-5 ditë kanë hap. Domthon këtë çel kanë mujtë rrezikimi i fëmijë ato shku shkolla dikush ka mujtë me shti durt me prek me zon tensionin me milket. Sa është e rrezikshme kjo kështu? Po rrezikshme është që mundet me të myt. Rrezikshmëria më atë mëdha. Ç'është më çujt? A keni telefonuar ndonjëherë këtë? Po e kemi thirrë, më thonë se hau, por që kanë bën, militare kanë lidhur. As nuk e nor me mentum mirë. Po do të më kap lidhjen që e kanë bë. Mirë, të pak në dikush e ka mbyllur me një tel, se ne e kishim foton kejt të hapur trafën. Si është gjendja me telat tjerë? A ka qenë... Po. E mbyllur, kom që. Mbyllur, një frim pjen kejt. Kejt kapokat janë të nëkt. Nuk janë kapokat e vënur. Po kështu tensioni i rrimër si është? A është i ullt apo është stabil? Tensioni në altë është do. Tensioni në altë, to rrezik ma vit nga. A keni kështu në stop? A ndalet? Kemi rrim në stop, kemi rrim, po unë pak edhe kom pas probleme me rrim, ma kanë kyq. Pa drejtësisht. Unë e kom pagu rrimën ma kanë nalë. Ma kanë qute përmbarusi, je kena bo marrëveshjen të përmbarusi. Prap paguj rrim, paguj përmbarus. Jashtë ta dorë më sa kam rrugën mu, mi lypin dhonat. Mi lykon e fundit i kom pas që tashti në Lipjan, ma këshin këput. I lipi 7 matere, ma në shej. Unë nuk e di, unë po që ditë në me këtë qëtet. Si është e mundë, raja vishë paguje 7 matere, arke rrima. Qëta është tje ku pagu fakturën në mram, së kur me thonë dje, sët manalen, ku shko me mirë veshta, 50 erë ma tepër me thonë, për me thanë shumë rrimën. Unë është, shmillon 50 erë, kurse 200 erë rrugë i kam. S'moj me dollë, paguj përmbarusin, paguj rrimën, paguj mba tepër, paguj kreditin. Ka me dollë. Cila ka qenë arsye që ju kanë drejtuar tek përmbarusi? Kur farë arsye, nuk e di jas vetë. Pe 400 euro, 2000 euro jam të pagu. 1600 euro rrim, a 260, kër e kena bo marrëveshjen, më ka thonë 260 euro i ki, kër e më shkuj sa është mas më, janë 1600. Shka po dollin ato, veç janë të ishtu. Ka kene qenë pagues të rrimës të... Regullisht, që ku janë faktura në gjep. Këtë tu i kam, kur pa janë ndërprej që 2 vjetë, unë e ku menu që i goti e ku më lo këtë, aja vish ka i shqipë, që fakturat, kur du shmujna me shku të keci, mu drejtu. Këtë tu i kam, me përmbaros e me ka këtë. Unë gjdo mu i jap ka 250 euro. 200 euro tash e kanë barë rrugën. Unë ma shumë nuk marrë rrugën. Cila ka qenë arsyeja këtë, da pa kene bisedu me këtë, sepse ka arë deri të këtë vendim? Ja, ashtu nuk e dini. I që këmë asë pse janë ka shumë por, ha bërë qiki. Pse në fillim, i këmë thonë që janë 260. Ta shka u bon që i kanë hypë 1600. A i djoli vish me të këshyrë. I tha, a ki me pagu 7 matera, hash po. Pagu e 7 matereshin, e ma qaj rrimën. Edhe mosë më dha përgjigje. Unë i lypa përgjigje, as pse në bon 1600. A që jenë kon 100 matera, dikon, para 1 vjetë e gjysë. Unë e gjithë pa fakturën e këmë pagu 5 erë ma tepër. Se s'kom pos mundësi ma shumë. Po në të moment që ajo u la goti ketë. Aja vish ka i shqypë. Mua problemi, të ko problemi nuk e ti. Okej, i ndërua, nëse po me të gjënë... Te paro që suni për balajle. Tash 50 erë ma... 50 erë tash me homa te i për me pagu, henes. Po tani për të gjënë? Sa është borgji total që ja ke ketësit? Në fillim, kër e keni mi bo marrëveshjen, u konë 260 euro. 260 euro kësti, apo 260 euro i gjithë borgji? Marrëveshjen e përmbaruar.
barusit ku e kena bo. 260 euro i Këtë gjithë. burë që u ko 260 euro. Për 260 euro ke shkum për mbarusa? Po në fillim. Ja, nuk im shku në përmbarus. Përmbarusi më ka qu për 400 euro, 2.000 euro me... Jam të pagu unë të përmbarusi. Edhe njeri dashtën, sa është vlera e pareve, e borxhit, për cilën ti ke shku në procedurë përmbarimore? Të përmbarusi nderum për 400 euro më keni qu të përmbarusi. Për 400 euro, 2.000 euro tash e kom bo kontratin mi këthy pore bërshëne. Pse po thuj që 2.000 euro? Kush ta ka po 2.000 euro? 2.000 euro, që u i kam letra të ne. Mirë, Unë kam dëshmi, nuk jam du full fjall. si do është mbledh ky borxhit e përmbarusi? Është mbledh muaj për muaj apo në një muaj të vetëm? A, nuk e di unë që keni bonje të përmbarusi. A, jaroni kërë më shku. Me Arben Ahmetin e të fol gazet... Me Arben Ahmetin e të fol gazetarin, nuk e të fol me Kecsin. Televizionin, Arbenit. Okay, se... Aha, nuk e di tonë me nua që me Kec. Se nisë me akuzu po si me shani Kecitën. Okej, një pyetje tjetër. Po nuk e di tonë me nua që... Po, a i ke pagu me rend kësët? Në sa kësë e marrë vesh ti me pagu në marrëveshje me përmbarusin? Dhe të loha 2.000 euro. Pse 2.000 euro? Dhe të loha në qëtu 2.000 euro, unë i kumë përmbojt. Po, ju kumë përmbojt, dhe këti e ki, dhe mujnë e kalum. Tash, ku të vjej 25, e pagu i tjetër. Mirë, Dhe 0-0. të t'japësh gjitha dokumentet e faturat e pretendimet Naimit edhe besoj që do të bëjmë një story edhe do të shohim më në detaje se çfarë po ndodh atje, okay? Me leni me pamjen nga shtimi Naim.